Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam nga libri e Targhib o Tarhib, inkurajimi dhe frikësimi apo kërcënimi i një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, El Hafidh El Mundhiriut, Allahu mëshiroft. Dhe ky është një libër që ka 3 vëllime me hadithe të përzgjedhura nga autori për çështjet që trajton titulli i librit, për hadithe që flasin për shpërblime dhe hadithe që flasin për kërcënime dhe frikësim. Dhe e bukura nga ana e autorit në këtë libër është se ky libër i përbërë nga qindra hadithe me zinxhir transmetimi, autori ka shkruar nga memoria e tij. Autori ka shkruar këtë libër nga memoria e tij. Pra një libër me qindra hadithe, të gjithë me zinxhir transmetimi, pra apo nga sahabi, thënë më saktë, nga sahabi dhe me transmetuesit apo shënuesit nga dietarët si Buhariu, Muslimi e të tjerët. Autori ka shkruar nga memoria e tij. Pra pasur referencat përpara, librat e haditheve përpara. Dhe duke qenë se është njeri dhe puna njerëzore ka mandrësi, nuk është e përsosur asnjëherë. Prandaj dietarët i kanë shërbyer këtij libri, janë marrë me këtë libër, me hadithet e tij dhe kanë korrigjuar autorin tek ato pa kujdesi apo tek ato gabime që i kanë ndodhur, ndoshta për shkak të mos pranisë apo mos pasjes përpara të referencave. Dhe kjo nuk e ul fare vlerën e autorit. Ai mbeti një dietar i madh, Allahu mëshiroft, dhe ku me librat e tij ka dhënë një shërbim të madh ummetit dhe fesë Allahut. Dhe ky libër është nga librat, për të mos thënë më i bukuri, i shkruar në lidhje me këtë temë. Prandaj dhe dietarët kanë treguar interesim për këtë libër. Dhe kjo ka të bëjë me zgjuarsinë, me mençurinë dhe me dijen e autorit që ka ditë kë hadithe të përzgjedhi nga profeti alayhi salatu wassalam për t'i renditur në këtë libër të tij të begat. Allahu ja shpërbleft me të mira. Dhe ne jemi në kapitullin e sinqeritetit dhe kemi lexuar disa nga hadithet e para të këtij kapitulli. Hadithi i radhës që ka të bëjë me pak a shumë ka lidhje me hadithin e mësimit të kaluar, është hadithi që përcjellet nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë në lidhje me atë çka transmeton nga Zoti i tij. Pra kemi të bëjmë me një hadith qudsi. Hadithi qudsi është hadith që e përcjell i dërguari i Allahut nga Zoti i tij. Dhe kuptimi është nga Allahu, ndërsa tejtësisht nga profeti alayhi salatu wasallam. Pra ndryshe nga Kurani, që kuptimi dhe tejtësi është nga Allahu i lartësuar, pa shtuar dhe pa hequr apo pa ndryshuar asgjë profeti alayhi salatu wasallam, por me një korrektësi të plot, siç e ka dëgjuar nga Zoti i tij nëpërmjet Xhibrilit. Ndërsa hadithi qudsi është nga Allahu i lartësuar me kuptim, ndërsa formulimi i teksit është nga apo teksti që përcillet është nga profeti alayhi salatu wassalam. Pra Allahu i lartësuar në këtë hadith qudsi ka thënë: Inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika fi kitabihi. Allahu i shkruajti të mirat dhe të këqijat, më pas i sqaroi ato në librin e tij. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Ai i cili vendos të bëjë një të mirë, por nuk e bën atë, Allahu ja shkruan tek ai, pra tek Allahu, si një të mirë të plot. Fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin kathira. E nëse vepron atë, pra atë të mirë që vendosi ta bëj, e vepron, Allahu i shkruan atij
10 hasenat, 10 shpërblime, 10 të mira, deri në 700 apo edhe në shumë fish, pra më tepër se 700. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Ndërsa i cili vendos të bëjë një të keqe, por nuk e bën atë, Allahu i shkruan tek ai, pra tek Allahu, një të mirë. I shkruan një të mirë të plot. وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. E nëse ai e vendos atë ta bëj dhe e vepron, Allahu ja shkruan si një të keqe të vetme. Si një të keqe të vetme. Dhe në një transmetim tjetër vjen shtesa au mahaha wala yahliku ala Allah ila halik. Apo ja fshin atë. Apo ja fshin atë. Kjo në rastin e pendimit, dhe nuk shtatrohet apo nuk dënohet nga Allahu vetë ai që është i destinuar të jetë i shtatëruar, i ndëshkuar, i dështuar. Ky është hadithi. Ky është nga hadithet më të rëndësishme që e shtjellojnë çështjen e niyetit. Sepse përmend niyetin e të mirës kur e vepron, niyetin e të mirës kur nuk e vepron. Niyetin e të keqes kur edhe vepron të keqen dhe niyetin për të bërë një të keqe por nuk e vepron atë. Dhe tregon se në varësi të niyetit shpërblehet apo ndëshkohet njeriu. Dhe për ta bërë më të qartë, dietarët kanë përmendur se veprat e mira ndahen në 4 nivele, duke u bazuar te ky hadith. Ndahen të mirat në 4 nivele. Ky shëllim kërkon pak përqendrim, kështu që përqendrohuni inshallah, sepse këto lloj niyete që u përmendet në këtë hadith mund t'i ndodhin gjithë secilit nga ne. Në një moment apo tjetër mund të na ndodhin. Prandaj ta dim dhe të ruhemi aty kur është për të ruajtur. Thonë, nëse njeriu vendos, synon të bëjë një vepër të mirë, kjo është e para, dhe kryen atë, pra e bëri niyetin për ta bërë të mirë, por edhe e bëri atë, i shkruhet një e mirë që shumë fishohet apo shumëzohet nga 10 deri në 700 fish, madje edhe më shumë. Si thot Allahu subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dhe Allahu ja shumë fishon kujt të dëshiroj. Kjo e para. E bëri niyetin e mirë, edhe e bëri veprën. Cili është shpërblimi për të? Minimalja që fillon është 10 fish. Shihni bujarinë e Allahut lartësuar. Jo 1, po 10 fish. Deri në 700 fish. Apo edhe më shumë se 700 fish. Kur kjo? Në varësi të sinqeritetit, pastërtisë së niyetit, sinqeritetit. E dyta, në varësi të pasimit të profetit alayhi salatu wassalam në kryerjen e atij adhurimi. Ai ishte 100% i përpikt, korrekt, siç e kreu profeti alayhi salatu wassalam, apo pjesërisht. Por edhe në varësi të përkushtimit, përqendrimit, devotshmërisë që pate gjatë kryerjes së atij adhurimi. Dhe adhurimet vëllezër apo veprat e mira shumë fishohen në varësi të kohës, në varësi të vendit, siç është për shembull në varësi të kohës në muajin e Ramazanit, në ditët e Dhulhijhes, në varësi të vendit, për shembull një namaz në Kabe sa 100.000 namaze. Një namaz në xhamin e profetit alayhi salatu wasallam sa 1.000 namaze. Po në xhamin e Aqsa vin hadithe që thon 500. Por kryesisht to janë hadithe që ka fjalë në zinxhirin e transmetimit të tyre. Dhe hadithi më i saktë që përmendet apo që mund të merret në konsiderat, sepse saktësojnë disa dietarë, ndërta edhe Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft, është hadithi që profeti alayhi salatu wasallam thotë se 4 namaze në xhamin Aqsa janë sa 1 namaz këtu, në xhamin time, thot profeti alayhi salatu wassalam. Dhe që i bie 250. Dhe që i bie 250, ndërsa hadithet që thon 500 janë hadithe dobta. Janë hadithe të dobta. Ky është një hadith që disa dietarë cilësojnë të dobët, por disa të tjerë bëjnë të saktë, ndërta edhe Sheikh Albani.
Pra tham në varësi të kohës dhe në varësi të vendit, por gjithashtu edhe në varësi të llojit të punës. Për shembull, farzi ka më shumë shpërblim se nafilja. Kështu që është edhe në varësi të llojit të punës. E dyta, nëse synon, vendos pra të bëj një vepër të mirë, e bëri niyetin, do ta bëj thotë atë të mirë, por nuk e kreu për shkak të pamundësisë. Për shembull, mori disa lekë nga shtëpia e tij, themi 50.000 lekë, për shembull. Dhe tha do ja çoj sadaka filani, apo do i fus larg xhamis, apo për diçka të mirë. Rrugës i humbën të lekë. Rrugës i humbën të lekë. Apo filani kishte ikur, ishte udhëtu, ishte largu tash. Pra ky e bëri niyetin e mirë, tentoi ta bëjë dhe veprën e mirë, por pati një pengesë jo nga ana e tij. Pati një pengesë jo me qëllim prej tij, dhe jo nga ana e tij, por ishte jashtë kompetencave të tij. Atëherë atij shkruhet shpërblimi plot si e ka bërë atë vepër. Pra nuk shpërblehet thjesht për niyetin, por edhe si e ka bërë atë vepër, sepse Allah subhanahu wa taala thotë: "O men yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah." Thotë Allah subhanahu wa taala, kush lë shtëpinë e vet duke u shpërngulur për tek Allahu dhe i dërguari i tij dhe ndodh që t'i vi vdekja, pra gjeti vdekja në hijret e sipër, Allahu me siguri do ta shpërblej. Pra shpërblimi i tij është i garantuar nga ana e Allahut. Pra edhe pse nuk arriti në vendin e hijretit, jo nga sa ju prapsua apo tërhoq apo ndryshoi, por nga pamundësia jo e shkartuar nga ai, në rastin e ajetit vdekja, shpërblimin e merr sikur shkoi në atë vend. Si ai që shkoi në atë vend. E treta, nëse dikush është mësuar të bëjë një vepër të mirë, pra ka zakon të vepër të mirë, për shembull namazin e natës, dhe një natë nuk i doli gjumi, edhe pse e vuri orën, nuk i doli, i lodhur e tjerë, nuk i doli. I shkruhet shpërblimi plot, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Idha safara al-'abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Nëse njeriu udhëton apo sëmurët, i shkruhet shpërblimi i veprës së mirë që bënte kur ishte i shëndetshëm apo rezident, pra në vendin e tij. Ku është dallimi i të tretës nga e dyta, sepse sitja e dyta, sitja e treta kemi pengesë. Që e dyta është pamundësi. Pamundësi. Që e treta është pengesë prej tij, por jo e qëllimshme. Është pengesë prej tij, por jo e qëllimshme. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala nga bujaria e tij e shpërblen sikur ka kryer atë vepër të mirë. Dhe ç'është më e bukur në një rast të tillë, në namazin e natës, ai që e ka zakon, dhe nuk arriti ta fal sipas shembullit, ligjësohet për të që ta fali ditën mbas lindjes së diellit. Pra nëse çdo natë ai falte 4 rekat apo 6 apo 8 rekat, dhe bënte vitrin, duke e mbyllur me numër tek, ligjësohet që ta plotësoj ditën, por jo me vitër, por me numër çift. Pra nëse me vitrin 8 plus 3 11 bën 12. Dhe në këtë rast shihni se çfarë rëndësie, çfarë vlere ka niyeti. Merr shpërblimin sikur u fal natën, por merr shpërblimin edhe të adhurimit të natës që është shtyll me arsye më vonë. Pra shihni se çështjellimi ka niyeti. E katra, nëse e synon një vepër të mirë, e bën një vepër të mirë, por nuk e bën. Nuk e bën. Për shembull, jo se s'pati mundësi,
Por u tërhoq. Jo se u tërhoq, për shembull, do t'japi sadaka. Do t'japi sadaka. U e bëri niyetin. Por kur shkoi te vendi ku le parat, nuk e hapi iftarin, e la po mbyll, po iqi. Jo nga kopratësia, jo nga diçka tjetër, por dëshiroj që në atë moment mos japi sadaka, nafile. Thonë dietarët se i shkruhet e mira sepse ai e bëri niyetin, dhe këtu ti bëjmë me niyet të prerë, të vendosur. Pra mos kuptojmë këtu ta baj niyetin si do bëj vepër të mira, po unë s'do ta bëj atë, po do ta bëj niyetin të marrësh problem, ja se nuk është ky kuptimi. Kuptimi është kur ti e vendos. E ke niyetin e prerë, të vendosur që do ta bësh. Por nga momenti i niyetit deri tek veprimi, pati një pjesë kohore, periudhë kohore që të bëri ty të ndryshosh mendim. Të bëri ty të ndryshosh mendim. Jo se nuk do që ta bësh një vepër të tillë, apo nga kopratësia, frika varfërisë e tjerë. Ja. Por në atë moment nuk dëshirove ta bësh të gjë. I shkruhet nga ana Allahu subhanahu wa taala. Kjo për sa i përket të mirës. Por edhe e keqja ka 4 nivele niyeti i keq. Niyeti për të bërë keq, thon dietarët. E para, nëse njeriu vendos të bëjë një mëkat dhe kryen, i shkruhet sa mëkate, 10 fish, 700 fish, vetëm një. Allah është i mëshirshëm. Prandaj në transmetimin tjetër, tha profeti alayhis salam, dhe nuk shkatrohet apo nuk ndëshkohet nga Allah vetë ai që është i shkatruar. Pra mëshira e Allahut është aq e madhe, falja e tij, pranimi i pendimeve prej tij është aq i madh, saqë vetëm një njeri që është i dështuar dënohet. Allahu na rrit. Rasti i dytë, nëse vendos të bëjë një mëkat, por e lën nga frika ndaj Allahut, i shkruhet një vepër e mirë. Pra e bëri niyetin e vendosur që do vidhte për shembull. I bëri gjërat gati, mori kapuçin, mori ato çeca që hap dyrën, rujti kur s'janë familjarët në atë shtëpi për të hyrë e tjerë, por pastaj kujtoi Allahun, Zotin e tij, llogarinë tek Allahu, gjykimin, dënimin e Allahut, mbikëqyrjen e Allahut, u tremb, u frikësua, u tërhoq, djeu të qardhje. Allahu ja shkruan si një vepër të mirë. Allahu është bujar i madh. Allahu është i mëshirshëm. Pra, jo që nuk i jep gjë. Pra, e bëri niyetin, tentoi, pastaj u tërhoq, dhe ta lë me kaq. Ja, nuk e la me kaq Allahu. Por nga mëshira dhe bujaria e tij ja quhet si të mirë. Ktu kemi nxitje çfarë? Kemi nxitje që të ruhemi nga gjunafi. Të ruhemi nga gjunafi. Siç kishim te pjesa e parë, niyeti i mirë, nxitje nga ana Allahu që e bën niyetin e mirë, vendos por tërhiqesh, kemi nxitje që në vepra të mira, në niyete të mira. Në niyete të mira. I treti, nëse vendos të bëj një mëkat, gjunaf, pra bëri niyetin. Dhe kur themi e bani niyetin, niyeti prerë, jo niyet kështu ta bëj mos e bëj, apo ta provoj një herë kështu. Jo. Niyeti prerë, do ta bëj atje. Dhe e la për shkak pamundësie, i shkruhet një mëkat. Për shembull, rastin e shembullin e vjedhjes. I bëri gjitha gjërat gati ai, doli në shtëpia e tij, u nis natën, duke menduar se familjarët nuk janë atë natë në shtëpi, por pa që dritet ishin ndezë dhe kishte njerëz, u tërhoq, se bani. Ky e la nga frika nga Allahu, jo, nga frika e njerëzve. Nuk e la nga frika Allahut. Niyetin e bani, u nis për ta bërë veprën, por e pendoi diçka. Apo për shembull, vdiq rrugës, aksident. Siç ndodhi para ca ditësh,
që ndjeli te dera ai. Ishte hyrë për të vjedhë dhe ndjeli te dera. I cili thon dietar i shkruhet mëkat, edhe pse se bani, po u nis për ta bërë. Tentoi dhe nuk e pendroi frika nga Allahu, por pa mundësia. Vdekja apo njerëz që në shtëpi e tjerë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam idha iltaqa almuslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar. Kur dy musliman luftojnë midis tyre me shpatat, edhe vrasësi edhe i vrari janë në zjarr. I thanë i dërguari i Allahut, e kuptojmë vrasësin pse është në zjarr, po i vrari pse? Innahu kana harisan ala qatli sahibi, sepse ai u përpoq ta vriste shokun e tij. Pra e bani niyetin, i bëri veprimet, por pa mundësia. Kush ishte pa mundësia në këtë rast? Sepse vdiq i pari. Subhanallah. Vdiq i vrar dhe mori gjunaf sikur ka vrar. Shtatrim kjo. Dështim i madh. I katri, nëse vendos të bëj gjunafin dhe e lë, por jo nga frika ndaj Allahut, dhe as nga pamundësia. Përtoj, qera shisët, qera ftohet dal ti ditë vjetë, në i pula, në i gjashë, porri, në i natë tjetër. Si shkruhet gjë? Që sa i mëshirshëm është Allahu, subhanallah. Si shkruhet gjë? Ndërsa te njeti i mirë e merr të shpërblimin. Te keqja që Allahu rezervohet ose thënë më saktë është e kufizon veten e tij. Prandaj thot inna rahmeti sabaqat ghadabi. Apo taglibu ghadabi. Mëshira ime e mund, apo është mbi zemërimin tim, është më e madhe. Dhe këtu është një temë që e trajtojnë dietarët tek tauhidi esma o sifat, që disa cilësi janë më vlerë se disa. A ka diçka të tillë apo jo, si tek ajetet e Kuranit. Ka ajete që janë më vlerë se të tjerat apo janë gjithë në të njëjtën vlerë. Pra ky është ai shtjellimi i niyetit. Normalisht kërkon ta shkruash apo ta memorizosh. Po inshallah, nëse ngjoni në YouTube, bëni mirë ta, ose kush dëshiron mund ta printoj këtë, ta ketë apo ta fotografoj me celular të letrën dhe e lexon vazhdimisht derisa ti memorizoj. Duke mbetur në të njëjtin hadith. Pjesa e hadithit ku thotë profeti alayhi salatu wassalam, sa i cili bën jetë të bëjë një vepër të mirë, Allahu ja shkruan tek ai. Dhe nuk Allahu ja shkruan tek ai. Ai që bën një të mirë dhe nuk e bën, ja shkruan tek ai, pra tek Allahu si një të mirë të plot. Kjo pjesa tek ai, tek Allahu, çfarë tregon? Nderim nga ana e Allahut. Dhe përmendje që Allahu i bën këtij njeriu. Subhanallah. Pra ky nuk e veproi. E bani niyetin, nuk e veproi s'pati mundësi apo nga ato arsyet dhe shtjellimi që përmendëm e tjerë, Allahu subhanahu wa taala nga mëshira, mirësia dhe nderimi i tij, subhanallahu sa i madh është Allahu. Prandaj mirë për atë njeri që ja kthen shpinën e udhëzimit të Zotit të tij. Çfarë mirësie ka humbur ai. Dhe lum për atë që Allahu ja ka ndriçuar zemrën me udhëzim. Ai është në pasurinë më të madhe. Ti je në paqe me Zotin tënd. Ti je duke u mbuluar nga mirësi dhe mëshira dhe falja e Zotit tënd, kjo është mirësia më e madhe. Nëse do të ishte ana materiale, më i pasuri nga njerëzit do të ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Por ishte ndër më të varfrit. Sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa te keqja, çfarë tha profeti alayhi salatu wassalam? Thot Allahu ja shkruan atij. Nuk tha tek ai. Në formë për çmimin për të keqen. Dhe e mira dhe e keqja vëllezër, ai çdo gjë që ka urdhëruar Allahu dhe kërkojnë nga ne është e mirë në vetveten e saj. Dhe çdo gjë që Allahu na ndaloi prej saj është e keqe në vetveten e saj. Dhe ka ndonjëherë mund të ndodhë që njeriu me arsyen e tij ta dallojë të mirën dhe të keqen. Ta dallojë edhe me arsyen të mirësi, begati që Allahu i ka dhënë njeriu.
duke dalluar nga shumë krijesa të tjera. Për shembull, çdo njeri i arsyeshëm e di që sinqeriteti është vlerë, virtyt. Dhe çdo njeri i arsyeshëm e di që gënjeshtra është ves. Është ves i keq. E lavdërojnë të parën dhe e nënçmojnë të dytën. Hadithi i radhës. Hadithi që për cilën da Man bin Yazid, ky është një hadith i bukur. Man bin Yazid radhiyallahu anhu thot, një herë babai im thot, mori disa dinar për t'i dhënë sadaka dhe ja la një personi në xhami. Ja la një personi, pra i tha atij, i jepja dikujt sadaka këto. Pra kujt shefti të nevojtar apo të nevojshëm e tjerë, i jepja. Pa caktuar emër. Dhe unë shkova në xhami, thot, dhe ai mi dha mua. Pra kush? Mani, që është baba, që është djali i atij që dha këtë sadaka. Dhe kur u ktheva, baba im më tha, wallahi ma iyaka ratu, betohem me Allahun se nuk i dhash për ty. Dhe thot Mani, dhe unë me babain tim shkruam ta zgjidhnim të çështjet tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai tha, leka ma nawajta ya Yazid, o leka ma akhadhta ya Ma'an. Ti o Yazid shpërblesh për niyetin që pate, ndërsa ty o Man të takojnë ato dinar. Pra nuk i ke haram. Pra pse? Sepse Yazidi kur e bëri niyetin dhe bëri veprën e mirë, niyeti nuk e pati për djalin e tij, por për dikën tjetër. Pra vepra u plotësua. Në të gjitha aspektet u plotësua. Duke filluar me niyetin, duke filluar me ato detajet e tjera. Edhe pse ndodhi që nuk shkoi aty ku dëshironte babai, sadakadhënësi, por mbeti po brenda familjes. Ndërkohë që ai e donte jashtë familjes. Dhe personi që u ngarkua, ja dha Manit, ndoshta nuk e dini që ishte djali i tij, apo e pat nevojtar dhe nuk e pa problem diçka të tillë. Dhe shkuan ta diskutonin, subhanallahu, për çfarë çështjesh shqetësoheshin sahabët. Ku ishte niveli i tyre, i besimit, i sinqeritetit, kishin hallën e niyetit, kishin hallën e shpërblimit. Babë birë binin në debat për punën e shpërblimit. Subhanallahu. Sa kërkues të shpërblimit ishin. Gjë që tregon se lejohet që kur ka mosmarrveshje ndërmjet antarëve të njëjtës familje, prind fëmijë apo fëmijët midis tyre, ti zgjidhin çështjet tek një person apo tek gjykatësi musliman. Lejohet, por kur themi lejohet, jo me atë që dëgjojmë dhe shohim sot, pra me grindje, me rrahje, me vrasje etj. Ja, atje është xahiliet. Ja, shihni sahabët, patën një mosmarrveshje, nuk u zun, nuk u ofenduan njëri tjetrin, por e zgjidhen tek i dërguari i Allahut. Dhe çështja mbaroi menjëherë. Cila ishte zgjidhja? Ti morë shpërblimin e niyetit që pate, pra kryeve veprën. E morë shpërblimin për niyetin dhe sadakan. Tu quhet sadaka tek Allahu. Dhe ti o Man, atë të takon ajo që more, pra ja la në zotrim. Profeti alayhi salatu wassalam. Dhe te hadith e sqaron akoma dhe më mirë hadithi i radhës nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot, një herë një person, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një herë një person vendosi dhe tha, unë do t'jap sadaka. Do t'jap sadaka. Pra dhe nuk është e thënë që e ka thënë me gojë, por mund t'jetë edhe thjesht niyeti i tij, niyet i vendosur, i prerë. Prandaj doli me sadakan e tij dhe ja dha një hajduti. Kur të dhiu, njerëzit filluan të diskutojnë me njëri tjetrin, duke thënë, a e dëgjuat çfarë ndodhi mbrëm? Një hajduti ju dha sadaka. Personi, sadaka dhënësi, e dëgjoi dhe tha, o Allah, ty të takon falënderimi për atë që ndodhi me hajdutin. Pastaj përsëri tha, do të jap sadaka, doli me sadakan e tij
dhe ja dha një gruaje imorale. Kur dhiu, pra ky sadakan i jepte fshetas natën. Fshetas natën. Kur dhiu, njerëzit filluan të diskutonin me njëri tjetrin, ishin marrë vesh, a dëgjuat çfarë ndodhi mbrëm? Ju dha sadakaja një imoraleje. Një gruaje të shturur. Personi që ishte dhënë sadakan e dëgjoi dhe tha: "O Allah, ty të takon falënderimi për atë që ndodhi me imoralen." Pastaj tha: "Do të jap sadaka." Prap do të jap sadaka. Mori sadakan e tij dhe ja dha një të pasuri. Kur dhiu, njerëzit filluan të diskutojnë, duke thënë: "A e dëgjuat çfarë ndodhi mbrëm?" Ju dha sadakaja një të pasuri. Personi që ishte dhënë sadakan e dëgjoi dhe përsëri tha: "O Allah, ty të takon falënderimi për atë që ndodhi me të pasurin." Vazhdon hadithin profeti alayhis salatu selam dhe thot: "Dhe ju tha atij, ndoshta në ëndër, ju shfaq në ëndër të vërtetë. Për sa i përket sadakas që ja dhe hajdutit, ai ndoshta reflekton dhe pendohet dhe heq dorë nga vjedhjet e tij. Për sa i përket sadakas që ja dhe imorales, ndoshta ajo reflekton, pendohet dhe heq dorë nga vjedhja. E për sa i përket sadakas që ja dhe të pasurit, ndoshta ai reflekton dhe fillon dhe jep edhe ai sadaka. Çfarë tregon ky hadith? Ky hadith tregon se së pari njeriu në çdo rast duhet falënderojë Allahun, sido që të jetë gjendja. Ky person dha sadaka dhe të treja sadakat në pamje të parë duken të gabuara. Ju dha hajdutit, pra njeri me vese të rënda, ju dha imorales, njeri me vese të rënda, dhe ju dha të pasurit, i cili kishte pasuri, por nuk jepte. Në aparencë në duken sadakat gabuara. Por ky person nuk e bëri me qëllim, ky nuk e dinte që ky ishte hajdut, që ishte morale dhe ky ishte i pasur, sepse po ta dinte, të partën të rasti të pasurit nuk do të jepte sadaka, sepse nuk është nga ata që e meritojnë. Ndryshe nga dhurata. Dhurata është tjetër gjë, sadakaja është tjetër gjë. Por ai pati niyetin e mirë, e bëri veprën dhe Allahu ja quajti të plot dhe e shpërbleu atë. Dhe tregoi se nga efekti i sadakas së tij, edhe pse në aparencë duket e gabuar, 3 njerëz u penduan dhe ndryshuan. Ishte shkak që kjo sadaka me sinqeritet dhe ky njeri e falenderoi Allahun, edhe pse ndodhi ndryshe nga ajo që mendonte dhe dëshironte ai, Allahu subhanahu wa taala i dha begatitet sadakaja atij, duke e bërë shkak që të pendohen 3 njerëz. Prandaj nëse një musliman, për shembull, di që një vëlla është në borxhe apo i sëmur dhe i çon sadaka, por merr vesh që ky nuk e dha për të shlyerë borxhin, por e prishi atë shumë, e shpenzoi atë shumë, për shembull, bleu një makinë. Dhe ty thot tani, subhanallahu, unë i dash të shlynte borxhin apo ta kishe për mjekimin e tij, ai bleu makinë. Dhe trembe dhe kujton se sadakaja e tij tani humbi shpërblimin, sepse nuk u realizu ajo gjë për cilën e dha. Jo, ti që Allahu të shpërblimin e plot. Në bazë të këtij hadithi, ti e ke shpërblimin e plot. Ja dha të pasurit ai. I pasurit s'është në ata që meritojnë sadakan. Por Allahu ja quajti sikur ishte sadaka e plot dhe e mori shpërblimin. Prandaj edhe në një rast të tillë ti e merr shpërblimin. E bani se bani ai, ti ja dhe me niyetin e mirë, me sinqeritet për Allahun, ja dhe për hallin që kishte ai, ai shpërdërus, qelloi shpërdërus. Pra dhe në vend që të përmbushte nevojat e tij apo të familjes së tij, e harxhoi në rrugë gabuar. Kjo nuk e parson fare shpërblimin e sadakadhënësit. Hadithi i fundit për sot.
dhe i temës së sinqeritetit, jo kapitullit, por sinqeritetit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shtrihet dhe bën niyet që të falet natën, të zgjohet dhe të falet natën, por nuk zgjohet dot derisa të dhiu, pra erdhi sabahu, i shkruhet atij ajo që pati për niyet dhe gjumi i tij konsiderohet sadaka nga Zoti i tij. Pra ushtria edhe bani niyet vendosur të prerë. Jo shu kismet. Ja, do të çohem. Në falem, do të çohem, vuri dhe orë. Por i lodhur së tepërmi, apo ra bateria e celularit gjatë gjumit, natës, dhe su zgjua dot. Deri sa të dhiu, gjoj muezinin, ezanin, thot, Allahu ja quan si kur ju fal. Dhe gjumi konsiderohet sadaka nga Zoti i tij. Konsiderohet sadaka nga Zoti i tij. Pra shihni vlerën e niyetit të mirë kur bëhet në mënyrë të prerë, të vendosur, pa më dyshje, pa lërkundje, por niyet i prerë. Para shumë niyet si hadithi profetit alayhis salam, men akala aw shariba huwa nasiyan huwa saim falyutimma sawmahu fa inma at'amahu Allah wa saqahu. Ai cili haron dhe ha e pi gjatë agjërimit, le ta vazhdojë agjërimin e tij sepse e ka ushqyer dhe i ka dhënë të pi Allahu. Sadaka nga Allahu. Sepse në rastin e hadithit fundit që përmendëm, pra, gjatë ai që ha dhe pi nga harresa në agjërim, ai nuk e bëri me qëllim, nuk pati niyet diçka tjetër. Harroi dhe njeriu është i mangër, haron. Pra këto hadithe vëllezër tregojnë për vlerën e niyetit të mirë, të sinqertë, në niyet i vendosur, i prerë. Pra në çdo rast ti nuk del asnjëherë pa shpërblim. Edhe nëse nuk arrin dot ta bësh veprën. Qoftë nga pamundësia, qoftë edhe nga që u tërhoqe vet, por e patë niyetin e prerë vendosur, prap merr shpërblime. E normalisht kur e vepron, shpërblimi është akoma dhe më i madh, sepse është shpërblimi i niyetit, është edhe shpërblimi i veprës, po të kujtojmë hadithin e natës së kaluar me rastin në shembullin e atyre 4 kategorive të njerëzve. E lutim Allahun subhanahu wa taala t'i pastrojë niyetet tona, na ruaj neve nga sy e fajësia. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.